kem çka me shtu se ato që e kom thonë dje nuk janë mirë, po Zoti ka thonë kështu dhe do ta përballojmë me ty. Nderuar Meda, faleminderit për angazhimin e juaj. Ne si familje jemi duke pritur edhe raportin e adopcionit dhe pastaj për të vazhduar me procedurat e varrimit, ndërsa nuk kem çka me shtu se ato që e kom thonë dje ajo qëndron dhe faleminderit edhe për angazhimin edhe për zbardhjen që e keni dhënë edhe e keni thonë vërtetën. Gjendja e familjarëve nëse kishë mujtë pak me na fol. Edhe e fëmijëve. Është gjendje emocionuese, nuk janë mirë, po Zoti ka thonë kështu dhe do ta përballojmë me ty. A keni pas mundësi me fol me mjekësin ligjore, ju kanë thënë të është ndoj konfirmim nëse trupi janë sa apo jo? Besoj që jemi duke prit, na kanë thonë që ka orën 13 do të përfundon, po jemi duke prit, ata janë duke kry punën e vet, ne do të presim. A jeni në dieni çfarë raporti kanë pasur dorasi me viktimën? Raport punë dhënës, punë marrës kanë qenë. Raportet mira kanë pas, nuk kanë pas ndonjë problem, po A keni pas mundësi sot me fol me familjen e dorasit, ose ju kanë kontaktuar ata juve? S'kemi kur ka kontaktuar.